Kryeministri Edi Rama ka komentuar situatën e tensionuar mes Amerikës dhe Europës pas luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Teksa u ndal tek atentati i dështuar ndaj presidentit amerikan Donald Trump, kryeministri Rama filloi duke thurur lavde për Trumpin, ndërsa tha se Zoti e shpëtoi për dy arsye: për ta bërë Amerikën të madhe sërish dhe për të zgjuar Europën. Përpos lavdeve ndaj Trumpit, me këtë deklaratë Rama ka thumbuar edhe Europën. Ka shumë për të thënë për Bashkimin Evropian, por ne jemi mjaft idealistë ende për Bashkimin Evropian. Kur vjen fjala për atë që po ndodh, unë besoj se Europa gjendet në një moment ku bëhet në kuptimin e shkuarjes në një nivel tjetër. Nuk është një moment për të këmbgulur në mënyrë kokfort. Historia ka pasur momente ku SBA dhe Europa kanë pasur përplasjet e tyre, apo të konfliktit politikisht e kanë fjalën. Amerika pa Europën është një idhull dhe Europa pa Amerikën është gadishull. Mua nuk më duhet të gjej zgjidhje për botën. E di që nëse unë kam gabim askush nuk do dëmtohet, por nëse merr se ka gabim të gjithë dëmtohen. Pra bëhet fjalë për një pamje 360 gradë të situatës dhe nuk lidhet vetëm me forcimin ushtarak. Po kërkojmë të krijojmë një ushtri të madhe barbarësh, por duhet ta shohim gjithçka në tërësi. Është me rëndësi të forcohemi ushtarakisht, por diplomacia dhe korridoret e reja të dialogut janë të rëndësishme. Europa ka më pak miq sot se sa më përpara agresionit rus, por pse kjo? Dhe nuk po flasim për Rusinë. Ndoshta Zoti i shpëtoi jetën Donald Trumpit, jo vetëm për të bërë Amerikën të madhe sërish, por edhe për të zgjuar Europën, thot Rama.